që në studio live dhe gjithë kohën, futemi me njëherë në diskutim, herë e parë nga procesi i rinumërimit që kemi ndryshime, por janë ndryshime të cilat ndodhin brenda kampeve politike. Presim edhe Durrësin, por dua një koment tëndin të parë për fjerin ikën mandati Zeqinet Çavushit dhe mbetet përsëri brenda kampit të Majt, por do të shkojë te Maldrita Bardho, e cila do të jetë deputete e Partisë Socialiste për qarkun e fjerit. Kemi dhe foton e saj, një kandidate e cila nuk është se ka bërë buj sa Zeqinet Çavushi, por e ka marrë edhe mandatin. Poli, më jep komentin tënd të parë për fjerin. Paktën fjeri prodhoi diçka dhe në fakt prodhoi për dy partitë e mëdha, tek PS-ja përveç një mandati që u bë kjo tip rokade, kemi dhe rastin Klosi, drejtori i përgjithshëm i tatimeve, që ka një rekord, pavarësisht se i uli pak ditën e sotme, ka një rekord të votave të pamerituara nëse i quajmë deri në këtë moment. Dhe nga ana tjetër dhe Partinë Demokratike që ka prap një zonjë atje, vajzën e një kandidati tjetër, Buja Rasës, me LSI më duket, e cila dhe ajo ka një numër shumë të konsiderueshëm. Por nga ana tjetër, iniciuesi i fjerit, si ishte Lapaj me Shqipërinë Bëhet, domethënë doli më keq se ç'kishte shifrat e fundit. Në këtë kuptim, domethënë fjeri prodhoi dy gjëra, domethënë se kjo puna e mandatit përveç asaj tallavas Zeqinet, domethënë atij dialogut me Gazmend Bardhin, se vura re që ishte gëzuar dhe Gazmend Bardhi. Ajo ishte nuk është ndonjë lajm, se diçka të dyja nga pikpamja politike janë pa profil të lartë politik apo social. Edhe zonja më duket farmaciste është, por domethënë do t'i zër vendin edhe në Akademinë Politike Zeqinet, kështu që kaq është lajmi. Lajmi aty është se çfarë do ndodh me ato votat e individëve të cilat kanë patur për herë të parë me stadion dhe kastin do filloj hetim në mos ka filluar për numëruesit dhe për komisionerët, dhe gjithë ideja është ardhur që këto zgjedhje nuk e kanë patur, pavarësisht nga këto gjetje që nuk ndikojnë mandate në Fier, në Tiranë jo, nuk shpresoj as tek ato pjesërisht të Durrësit. Të gjitha këto gjetje tregojnë domethënë që faktikisht rezultati këtyre zgjedhjeve ishte një mori faktorësh të cilët më shumë e kanë vendosur rezultatin para votimit. Nuk e kanë fjalën të gjuhën e farsës të manipulimit, por e kanë fjalën se gjithë faktorët që kanë ndikuar për fitoren madhështore të Edi Ramës dhe humbjen madhështore të madhështorëve, është ka filluar që me 4 vjet para, që pas 2021-shit, kur OSBE-u diri përgatiti raport, kur opozita me të madhe në fillim kërkoi komisionin bipartizan që u krijua, ka qenë në dijenin time shumë e angazhuar OSBE-u diri dhe mashtruan gjithë popullin, e lanë për në moment fundit dhe nuk reflektuan asgjë dhe sot kërkojnë prapë dhe kanë frikë edhe në shtator do fillojë njëjtja vazhd me reformën për të hequr